Kjo do thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Tani besoj që duke bërë këtë do të ndodhë ajo që ndodh gjithmonë me këtë sektor, me këtë fushë, me këtë botë, që do mësojmë shumë gjëra të reja nga njëri tjetri dhe që do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda agjencisë së ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Ky është plani. Ndërkohë që këtu më thanë që janë 161 ide të paraqitura, është bërë një seleksionim paraprak, do vazhdoj një garë tjetër në dijenin time dhe në ndërkohë njëri do të shpërblehet me një vajtje në Finland për të marrë pjesë atje në një nga këto betejat që zhvilloni ju me mullit e erës. Nuk di çfarë të shtoj më shumë për të mos u marrë kohën, se kam shumë gjëra për të thënë, por di që kam shumë besim, kam shumë më tepër besim se sa që mund të mendoni ju dhe sa që mund të duket, dhe një gjë është e sigurt, kam më shumë besim se të gjithë tjerët që juve mund të takoni, që nuk janë pjesë e botës tuaj, tek bota juaj dhe tek ju. Është një bekim i madh për ne që jetojmë në këtë kohë kur teknologjia digjitale dhe tani edhe inteligjenca artificiale na japin një mundësi pa të cilën ne nuk do mund të ëndërronim që të kapnim majat. Sepse do duhet i nënshtroheshim progresit linear të zhvillimit, i cili impononte gjithmonë që vendet më pak të zhvilluara ose vendet në zhvillim të mbeteshin gjithmonë mbrapa atyre të zhvilluarve, sepse çdo gjë e re që zhvillimi sillte i takonte në radh para atyre dhe pastaj vinte deri tek ne. Ose thënë ndryshe, nëse dilte një makinë shkrimi e re apo një kompjuter i ri, do ta merrnin një herë ata dhe pastaj kur të vinte deri tek ne, atje do kishte dalë makina e re e shkrimit apo kompjuteri tjetër i ri. Ndërkohë që sot është krejt ndryshe. Madje, duke qenë se burokracia jonë, se strukturat tona nuk janë aq solide dhe aq të sofistikuara dhe aq të rënda sa po themi në vendet zhvilluara si Gjermania apo
Franca, atëherë bëhet më e lehtë që ne t'i drejtohemi këtyre zgjidhjeve për të bërë kapërcime dhe për të kaluar në fazat e reja të zhvillimit. Dhe natyrisht, duke qenë se këtu në këtë pikë fokusohet edhe ambicia për zhvillime befasuese, atëherë kjo ju bën të gjithëve ju jashtëzakonisht të rëndësishëm. Jashtëzakonisht të rëndësishëm, një kapital strategjik njerëzor për vendin tonë. Ju falenderoj shumë për gjithë përpjekjen që keni bërë deri më tani dhe besoj që jo vetëm nuk do t'ju mungoj vëmendja, por ne nuk do të kursejmë mbështetjen për të gjithë inovatorët me të gjitha mundësitë që kemi. Dhe ndërkohë mezi pres që Ministria të organizojë kuvendin e parë, ose më saktë sesionin e parë të kuvendit që kemi rënë dakord me ju, të ngrem dhe ta mbledhim një herë në 4 muaj për të diskutuar për çfarë po bëjmë, çfarë mund të bëjmë dhe për të analizuar së bashku e për të ndërruar së bashku. Shumë faleminderit.